A e din që njerëzit nuk të rrejnë ka njerë pse je i keq, po pse je shumë i mirë. Po, e çuditshme është, amo kjo nuk është diçka e re. Mësimi më i mirë është historia e Jusufit a.s. ku vllaznitë e vet e kanë xhelozu veç pse ai u kon i mirë. Edhe pse baba vet e ka dashur më shumë se ata, po edhe pse Allahu përmes ëndrave e ka kallzu madhështinë e tij. E çka ndodhi? Ata, Zilia, Smira, edhe urrejtja ndaj Jusufit a.s. i boni që me e bu krimin edhe me gjujt ato në fund pusit, për me zhdu krejt. E krejt kjo, jo pse ai u kon i keq, po pse ai u kon shumë i mirë. Kjo e kallzon realitetin e shumë njerëzve. Disave ju pengon e mira, edhe ata vujnë kur dikën e shohin të pas sukses, e kjo është sprove madhe. Morali i historisë është që kur të shet dikën që ka sukses, lote Allahun që Allah më jashtu sukseset, po lote Allahun që edhe ty me dhon sukses. Për arsye se mirësitë e Allahut nuk kanë fund, ai jep kujt do, sa do, edhe kur nuk harxhohen.